Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falërimit të Allahut xhalla xhelaluhu dhe salavatet mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, shizërasin që të falenderoj këshillin e bashkësamit në Lipjan për këtë organizim, kryetarin, krye'imamin, gjithashtu edhe imamin e xhamisë, gjithë xhallarët që janë këtu prezent dhe ju xhamatli për këtë mundësi që sot jemi së bashku. Zoti ju shpëleft për angazhimet, për përpjekjet, dhe Allah na i përnoft agjërimet tona, Allah na përmirësoj gjendjen e na mundsoj që në këtë muaj të ngritemi e të arrijmë atë që Zoti e ka kërkuar nga ne dhe atë që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Të nderuar, kudo që tashmë shkoni në xhamia, takime, kudo qoftë, temat janë kryesisht në lidhje me Ramazanin. Edhe bëhet një pyetje e madhe se a ka që kaq tema për Ramazan me fol? Po, Ramazan është një muaj i begat, jo veç në kuptim të shpërblimeve, po në kuptim të temave, ligjerimeve, kuptimeve që lidhen me këtë muaj të bekuar. Krejt jeta jonë, me gjitha temat e saj, mund të ndërlidhen me agjërimin. Në rënd tjetër, kur themi ne se agjëruesi duhet të jetë kështu, sikurse në rastin tonë kemi agjëruesi i disiplinuar. Ne vetëm nga titulli kuptojmë një çështje shumë e rëndësishme. Ajo është se adhurimet tona nuk duhet të jenë adhurime formale. Nuk duhet të jenë adhurime të cilat i bëjmë sa me i kry. Po duhet të jenë adhurime që ndikojnë, që na formojnë. Adhurime të cilat lejnë gjurmë dhe na ndryshojnë për të mirë gjitha aspekte e jetës. Tashmë sot ju këtu do të flasim për disiplinën, dikun të flasim për shembull edukatën, dikun atje për shembull flasim për familjen. Andaj adhurimet duhet të kenë karakter reformues në jetën tonë, kuptim pozitiv. Nga se të nderuar, gjatë jetës ne jo rreth na ndodh që të deformohemi në kuptimet tona, të deformohemi në sjelljen tonë, si pasojë shumë faktorëve. Prandaj gjithmonë duhet të ketë një burim i vazhdueshëm, duhet të kenë një varg faktorësh të cilat na përmirësojnë gjendjen, na formsojnë ç'është duhet dhe na orientojnë ka duhet. E këtë më së miri dhe më së duhuri e bëjnë adhurimet në raport me Allahun xhalla xhelalu. Edhe agjërimin që ne po e kryjmë, Allahu e ka ndërlidhur me disa objektiva madhore, devotshmëria, falënderimi, lehtësime që Allah i ka bërë në agjërim e shumë tjera. Prandaj të nderuar vëllezër, niveli i zbatimit të urdhnit është nivel i kënaqshëm, po jo i mjaftueshëm. Normal në vendin tonë, niveli i zbatimit të obligimeve po shkon në rritje sipër. Deri vonë njerëz nuk janë falë që ka të shumë, tash po falen. Nuk kanë agjëruar që ka të shumë, po agjërojnë. Madje dikon ka filluar me bezdis ky shtim i njerëzve, po kjo është natyrshme. Njerëzit po kthehen atje ku natyra po i thret. E brendshme po i thret. S'ka diçka absurde apo diçka të jashtëzakonshme. Tash niveli i zbatimit ka filluar me qenë i kënaqshëm, jo i mjaftueshëm. Po mirë, elhamdullah që kemi qenë. Tash na duhet me vazhdu rrugtimin tutje. Nga niveli i zbatimit të adhurimeve, tash të vazhdojmë tutje drejt nivelit të ndryshimit përmes adhurimeve. Kjo është nivel i arshëm. Nga niveli i zbatimit të obligimit dhe të adhurimeve në nivelin e ndryshimit përmes adhurimeve. Të ndryshojmë përmes namazit, të ndryshojmë përmes sadakas, të ndryshojmë përmes agjërimit e kështu me radhë. E kemi shumë çka me ndryshuar në jetën tonë të përditshme. Prandaj edhe disiplina është një aspekt i rëndësishëm i jetës tonë. Kur përmend disiplina të nderuar vëllezër, zakonisht na shkon mendje, rregulli, na shkon mendja, tek një sistem i caktuar që duhet të ndjek e kështu me radhë. Për çfarë disiplinë ne po flasim këtu?
Po në aspektin e kuptimi gjuhësor që po e trajtojmë, kemi për qëllim, padyshim, domethënë që besimtari tjetë i disiplinuar, domethënë tjetë i rregullt në zbatimin e obligimeve. Jo kaotik, po tjetë i rregullt në zbatimin e rregullave. Të përfiton shprehi të duhura që ato shprehi e rregullojnë dhe e organizojnë jetën e tij. Nuk është kaotik, nuk është domthonë i çorientuar, nuk është i çrregulluar, por është i organizuar, është i orientuar ka duhet. Sot për shembull shohim shumë njerëz që çështjen më madhore në jetë nuk e kanë të organizuar ç'është duhet. Cila është çështja më madhore në jetë? Qëllimi i jetës. Pse jeton? Pse jeton njeri? Qëllimi për shembull i angazhimit, cili është? Fatkeqësisht tek shumë njerëz është kulmi i arritjes aspekti material. Kulmi është ky. Edhe komplet aspekti material ja organizon jetën edhe i jep orientim. Është i pamjaftueshëm. Nëse materializmi nuk e përmbush njeriu, ja përmbush një aspekt, po jo në tërësi. Prandaj njerëzit sot i gjejmë të zbrazët, bosh. Të zbrazët në shumë aspekte në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre, nuk kanë përgjigje për shumë pyetje esenciale për jetën e tyre, për faktin se ata jetojnë një kaos. Në kaos, domthonjë që e ka imponu epshi, e ka imponu aspekti material. Ndërsa Islami na organizon edhe në kuptimin e orientimit, edhe në kuptimin e organizimit. Këtu janë dy nivele shumë të rëndësishme që Islami na i ofron neve. Islami domthonjë na ndihmon me orientu jetën ka qëllimi të caktuar, edhe me organizu jetën në mënyrë të caktuar. Që këtu pastaj edhe organizimi, edhe qëllimi janë përputhje dhe lidhje të fuqishme mes vete. Prandaj qëllimi jonë është kënaqësia e Allahut. Qëllimi jonë është, domthonjë, shpëlimi i Allahut, xheneti. A kemi këtë qëllim? Po, mirë. Në përputhje me arritjen e këtij qëllimi na, çysh e organizojmë jetën përmes shkafit? Me adhurim. Dim kur qohemi, dim kur flem, dim kur hajm, dim çka hajm, dim çka s'hajm. Kemi rregulla, ka disiplinë. Do ne e organizojmë jetën tonë arsyeshëm. Nuk është vetëm organizim që me ikë dyqysh për një kaosi, jo. Po është organizim i arsyetuar edhe në koordinim të plot me qëllimin e jetës tonë. E kam këtë qëllim, andaj ky qëllim arrihet me këtë organizim. Dhe organizimi na shtyn ka qëllimi, ndërsa qëllimi e mbirmban organizimin. Dhe kjo është çështje madhore. Këto nuk e ka kurkush sot, por musliman që e kemi ndonjë. Fakti që na sot kemi një jetë kaotike këtu më radh, është pikërisht arsyeja pse na duhet të folë për këtë temë. Agjëruesi i disiplinuar, duhet të disiplinohet muslimani. Por a ka udhëzime të mjaftueshme për më u disiplinuar po mjaftueshëm? A ka shembuj të këtij disiplinimi po mrekullueshëm ka? Nga e kaluara, që nga koha e pejgamberit sa me sahabët e tutje deri në kohët e sotshme. Por jo me përmasat e të së kaluarës. Prandaj ne shihim që përmes agjërimit të fitojmë shprehi të bëshme, të cilat na ndihmojnë në zbatimin e obligimeve, detyrave tona në përputhje me qëllimin e jetës tonë. Shprehi. Shprehia nuk ka veç të ndërmozur e ndërlidh me çështje për shembull materiale. Po ka shprehi tjera më rëndësi. Për shembull, a mund të jetë namazi shprehi? Po, se lën kur. Po, ne kam rregull, disiplinë edhe i përmbajmë e kështu me radhë. Prandaj ne synojmë që adhurimet realisht të kalojmë nga niveli i zbatimit në nivelin e, që thash, ndikimit dhe pritimit. Dhe pastaj kjo të ndikon në çeltërsinë e qëllimit me pa mirë dhe në fuqinë e organizimit jetësor që duhet ta kemi të koordinuar dhe të organizuar në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka shumë fusha të jetës tonë që kërkojnë disiplinë. Këtë jeta kërkon disiplinë. Unë dua mbrana kohës që kemi mos me zgjat, ti përmend disa aspekte të rëndësishme të kësaj disipline dhe si funksionon ky disiplinim i besimtarit përmes agjërimit. Se ka namazit të disiplinon,
sadakate, shumë kejt adhurimet. Po ne po flasim ekskluzivisht për çështjen e agjërimit. Fillimisht të nderuar, disiplina me kuptime që i cekat, domthonë një lloj orientimi, një lloj organizimi, një lloj shprehije, një lloj domthonë përkushtimi me zbatuar rregullat e kësaj radh, këto e kanë emrin disiplinë. Tash mos më përsit, unë do të mjaftuar vetëm me fjalën disiplinë. Thash, kjo disiplinë kërkohet në fusha ndryshme. Mirë po, do të provojmë disa pyetje tyre. Fillimisht të nderuam pranishëm vëllezër dhe motra, disiplina që duhet ta përvetsojmë jetën tonë është disiplina në raport me referencën. Cila është referenca e jetës tonë? A ka njerëz problem me referencën? Po shumë. E ngon këto sot, s'po bëj s'po di kë ngon këto nesër. Ka një qasje kaotike ka shi referencës, burimet e informimit. Kush mësu syt? Kush të mëson ty? Që po për njerëzit kanë pas mësues 50 vjet në sistem caktuar, kanë jetuar një jetë e kanë kuptuar që s'po bëj kam ndroja tash këto puna. Ndroja tash këtë, ndroja atë. Njerëzit janë ndrim të vazhdueshëm ato. Dhe kjo ka shumë kaos tek njerëzit. Cili është sistemi më i mirë, më i përshtatshëm, më i duhur? A është ky sistemi i fundit që njerëzit s'kan më dalë mas tia, kështu më radh, diskutime që bën në çështje ndryshme filozofike, sociale, kështu më radh. Për neve si musliman, a ka dilema për referencën tonë? Ja, kemi qartë. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi alayhi sallam. A ndron kjo referencë? Ja, nuk ndron. A është e mjaftueshme kjo referencë që të na disiplinon gjitha fushat e po e mjaftueshme është çat dushëm. Ku dushëm. Këtë rregullon. Andaj të jemi të disiplinuar në raport me referencën e para, po ta kemi të qartë se jeta e besimtarit organizohet dhe qëllimi i tij përcaktohet me bazën e udhëzimeve të referencës që ka. Aja është Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Madje edhe çdo tendencë për me dal nga disiplina, nga rregulli, Islami e rregullon përmes referencës. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nëse ndodh që t'jeni mos pajtim për çështje të caktuara, që ky mos pajtim tash synon me çrregullu raport me sigush, me shkaktuar një kaos mendimesh, kthenu tek Allahu dhe pejgamberi alayhi sallam. Na ka mësuar ku më kthy? Ku është baza jonë, ku është referenca jonë? Prandaj të ndërun referenca është më e rëndësishme. Edhe në aspektin e burimit, po edhe në aspektin e interpretimit. Na e kena referencë si burim Kur'anin dhe Sunetin, por na gjithë se kuptojmë Kur'anin e Sunetin. S'mund të më thonë drejt çdo kujt, apo çish me kupton ti këtë hadith, se tani dalim kas, andaj disiplina në raport me referencën e kupton. E referencën si burim i informimit dhe gjithashtu referencën përmes interpretimit të legjitimuar, që është përmes hoxhallarëve dhe dietarëve. Të ndrum i përmend të dyjat për shkak se disiplina në raport me referencën funksionon vetë çështot me çdo dyja. Dikush për shembull ka mundësi që ta përcakton si referencë Kur'anin dhe Sunetin. Po në aspekt interpretimit pastaj nuk është i disiplinuar. Çka nuk kupton me kon i disiplinuar? Në kuptim të interpretimit të referencës, Allahu thot në Kur'an: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata që dinë për atë që nuk dini. Domthon ka rregulla, me kuptu fikun ka rregulla. Nuk mund gjithkusht tash më na thonë që është ky hadith sahih, ju s'e zbatoni. Kush ka thonë Allah që ky hadith çu zbatohet? Kush ka thonë që ky hadith kuptohet? Ka libra, ka komente, apo vjen diku çora hoç ka thonë Allahu. Sahih Allahu ka thonë, po çu shpe kupton diçka që ka thonë Allahu. A din sa ka libra që flasin për shkencën e Kuranit, e tefsirin, ata ulema çka kanë ata? Sikur më kon kjo punë thjesht, për shembull, s'kish pasur më shkuar as tefsir as kurrë. Në Kur'an kupton që është dhënë aftë. Kaosi pikrisht fillon me u shfaq tek interpretimi, shumë më shumë se te përcaktimi i burimit. Zotin, këtë kaosi te muslimanët në kuptimin e përçarjes se shumë sene që kena probleme është për shkak se ka ndodhur mungesa e disiplinës në raport me interpretimin e referencës. Prandaj ka thonë Aliu radiallahu ta'ala anhu, ka thonë el ilmu nuqta katharaha al jahilun. Aliu ka thonë radiallahu anhu, dija është një pikë, e kanë rrit ignorantët.
që ka rritë të hi gjithë kur këtë fe, në kuptim të interpretimit, ky fol një fjalë, tani muna më ja shpjegu, tani ky bëni një gaf, muna më rënu, ju në rri shpjegimet. Që shkon feja me nguve që ulemat, që shkon që ka liber me pas, ka da i shkon. Po sa dilema, sa epshi, sa probleme, tani ktheja këti, e kundërshta këtë, e ky fraksion, ka da probleme. Të sahabët s'ka pas liber e shumë. Sahabët sa kanë pas sahabët e pejgamberit të vullom të informatave, shumë ma pak se na. Në kuptim të shkrimit, shumë ma pak se na. Mirë, po në kuptim të organizimit e disiplinës, kanë qenë kulm. Pse? E ka pas një burim, këtë din. Na, këtë e vesim qaqa, po. Edhe ka nështru. Ama nuk mjafton sot, për shembull dikush, jep vetës të drejtën, për shkak se është bën një praktikant musliman, për shembull ka do vite që ka kaluar në islam, e ata unë kam drejt, jo Allah. Asnjë adhurim nuk ta jep të drejtën, më mirë këtë. Asnjë adhurim nuk ta jep të drejtën me interpretu fen përveç adhurimit të dijes. Çka po do të them? Për shembull, nëse je namazfalës, adhurimi i namazit, a ta jep të drejtën me interpretu fen? Jo, ti je namazli, ama feja bu interpretu ka tjera burime, tjera regula, jo namazi. Për shembull dikush shkon haxh, bëhet haxhi, si të kthehet në kapel në kokë edhe ta shtet për fe. Jo, ti e kun haxh, ke kryeni borxh, ma për fe kur gjë më shumë s'ke ashtu siç e ke pas. Si kompetent me folëm. Dikur për shembull agjeron. Tash pse po agjerojnë, kam drejt që t'i japi përgjigje për agjerimin. Jo, Allah, ti vetë ke nevojë me vetë për agjerimin. Kush asnjë adhurim nuk t'jap këtë drejt. Edhe ndonëse duhet që këtë punë me mshël mirë. Hapën ka debatet pa nevojshme. Për shembull, sikur që ishte çështja tash e Ramazanit, kumbi. Nuk ka nevojë. Kemi institut, bëdhëmon institucion kredibil, zyrtar, që na përfaqëson. Ai e përcakton Ramazanin, apo? Na i përfilim kësaj. Çu garantoj disiplina. Dishë bëhet kas. Para s'li me dal për çet do të më qyr hanën. Çaj zhvog këto. Një gjinën sot, një nesër, një mas 2 javë, sa i se ka pa e rifja. S'bon shos një, nuk bon. Para s'li për neve, për shkak me dalë dhe me qyr drekën kur hin. Ai shumë fal me xhamat nëre? Jo, shumë fal. Një thot uhi, një thot suhi. E kem takvimin, thirrë zani, hajde falu me xhamat. Që kjo është disiplina, që rregulli. Tira qasje në kaotike. A e du të pas të nërumë, vëllezër, kujdes se çka po flet profeti Allah ta xhel. Sahabët kanë pas dijen, i kanë pas frikë, s'kan folë Allah. As di Allah. Thot Sejdi ibn Musaib radiallahu anhu rahimahullah ka qenë nga dietarët e tabiinëve ka qenë apo. Çka ka thonë Sejdi ibn Musaib? Thot kanë prezentuar në nejat e sahabëve, se Sejdi ibn Musaib ka qenë për tabiinët të mëdhej, i ka pas sahabët, i ka taku më shumë se 70 sahabë. Qeni madhu kona për. Kom nejt në për nejat sahabëve. Kësë është e vogël të nëzërë. Do nejt e djetarëve të sahabëve. Që për ty në karë feja, të shokëve të pejgamberit a.s. Thot, ndodhë që të hapë një tim, qarkullon të pyetja nga i pare të i fundit, edhe asë kur smerë të gudzim tja përgjigje. Sahabët, kanë me pejgamberin e kanë gu, thonë të aji afer të, jo që këtë din më mirë, jo që këtë din sile në 70 vetët pyetja, asë kur smerë të gudzim të përgjigje. Qëfar do të me qelë, apo? Po i ma mërmenja mu, Allah, së është ka mërmenja, ka fejë është, Allah. Këtu ka disiplin, këtu ka regull, do të mitë kanë me e pytë, kush je përgjigje, kush folë për të tema. Ma dje edhe hoxalartë nuk kanë të për gjithë të teme folë. Ka profilizime, një është për këtë temë, islami është i gjonë në lazi. Ta shumë se jem hoqë, kejtë që të vetën të në përgjigja? Jo, no. Ka probleme në ekonomi, biznese, në trashëgimi, nuk i di e burë. I orientajt njerës të hoxalarë që i dinë, shka vetë filonë? Po ti e hoqë, po jem hoqë, po hoqë a këtë si dinë. Qështu garantojmë disiplinë? Qështu garantojmë disiplinë? Këtë regu. Adaj, ku e marëm këtë agjerimi? Që ka regullat që ka pranë Allah për agjerimin. Kështë me qenë agjerimi, për shambull, në gjinojnë që është dani, apo kaotik, pa referencë, nuk krimu pranë regullat. Në regullat agjerimit, qëka ka?
Ka disiplinë dhe një po. Ki me lonë këtë ko, 1 minutë me shti, ma shumë, prishet atë. Apo? 1 minutë para vokë, ti me hongër, prishet atë. Së shkjo punë, pa ko është pekshi për 1 minutë? Për 1 minutë, po prishet atë lavta. Nuk është kjo punë hajgare, kur dush, prishet, kur dush nale, kur dush, ka regula. Apo? Ka bua Allah regula, kush agjeran, kush nuk agjeran, kush lirohet, kush nuk lirohet, për shambull, i smuti, po jo çdo i smut, cilë është i smuti që lirohet, ka jetë ka regula këto. Apo? Këto regula kush i ka përmen? Referenca. Dhe kja ne për kuptu se referenca e është Kurani dhe Suneti, edhe interpretimi i referencës është gjithashtu i rëndësishëm në disiplinimin tonë që duhet këto regula dietarët me thonë. Që në talon një ajet të agjerimit, edhe mundë me shëti që të sa të dënë din niftarë, din syfër, edhe se kuptojmë asë që pa thot bele, e leo me nëzirë regula për tina pëtë. Kjo është shkencë veti, ka shkencë usuli fikut, bazat e fikut, shkencë veti. Një nga profesorët më thënte, këna në studime, dhe ke fikun e lezet e ke për 2 arsye. Libet e fikut i lezet për 2 arsye. Një arsye me mësu fik, me mësu që kanë djetar, me mësu dije. Thot edhe një arsye e lezej, thot më mështru devotshmëria dhe besimi. Thot kështë qëfar njerës të meshme këna pas, qështë i kanë dzirë, thot, ti mahnit është Allah, qështë i kanë kuptu ajetin, qështë kanë dzirë dispozita, pe një ajeti i kanë dzirë ka 15-20 regulle, ti thush qështë i kanë dzirë, njerës dikshë më bëjnë këtë punë. Andaj na du të amilguat, na kemi regull, ka regulla, du të mi zbatuat. Edhe çështja, për shembull, edhe me dhejbeve që janë, çdo pjesë e botës muslimane e ka me dhejbin e vetë, me dhejbin nuk është kundërshtim me referencën, me dhejbe është në shërbim të referencës. Nuk bën me fut konflikt me dhejbin edhe referencën, të menu që ata me çka kanë punu ata, apo? Dikur du të me pasu Kur'anin dhe Sunetin, e ata çka kanë pasu ata? Ata kanë mësu që ta unë ata kanë mësu që t'jemi të disiplinuar në kuptimin e Kur'an edhe Sunetit. Ata me dhejbe e regulan disiplinimin dhe e ndihman, dhe shpëton nga shumë kaose. Që këtë e dytë të këtë temat, të shkëtu zgjeru, po mos me zgjatë, disiplinimi i tjetër që na duhet, t'jemi të disiplinuar, është edhe përmes referencës në kuptimin e burimit si të njohurive tona, edhe në kuptimin e interpretimit të atyre kuptimeve që është duhet me pas në bazë asaj që na ka mësu dietarët dhe xhallarët tona. Çështja tjetër të ndërvozë që ka të bëjë me disiplinën e çajrimit të sill është edhe disiplina në vazhdimsi të punëve. Edhe këto kemi kas. Ja nis një libër e lënë gjysht, ja nis një ibadet e lënë gjysht, ja nis të Kur'anin për shkak kismet inshallah tashmë që kaç shkon Allah hajri inshallah sa smuta me lezu nesër. Ja, kjo s'van kështu më. Do me pas stabilitet, apo. Prandaj, që që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, ausini, më hap një porosi apo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi thumma istaqim. So i beson në Allah tan, rrin çet punë burta, s'ka më lut më. Apo. Ka thonë beson në Allah, rrin këtë punë. Dhe kjo nuk është kaos, për shembull të ndërvozër në Ramazan ka 1-2 hatë me tani vitin se qilë korona. A është kaos kjo? Kaos është. Na duhet me u disiplinu edhe në kujdes ndaj shprehive të fituar në adhurim. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka qenë nga djemtëri në Medinë. Ka qenë shumë i përkushtuar në adhurim. Madje edhe e ka tepruar në adhurim. Në kuptim të vullnetarëve, se farzëve jo. Mirë, në kuptim të punë vullnetarë. Ka gjëru çdo ditë, është falë ta natën, ma unë ka po punë që kanë qenë pastaj në dëm të obligimeve tjera. Sa që gruaja tjerë është anku tek baba i tij, Amr ibn Asi ka thonë, te ke martu një djalë, po ky s'ka pas nevojë për martesë. Pse? Që natën falet, ditën gjinan. Njeri kur me konkribura. E kjo shku për në baba, e ka pa ditë djalin të pejgamberi se po falet shumë. Që kam pas të pejgamberi ka shku, ja Rasulullah, kjo po gjinan shumë, po falet shumë. E pejgamberi që i ka thonë, i ka thonë, qysh ka thonë faleshti? Ka thonë qështë, ja ka, gjithë natën një.
Ja ka caktu, qikaq, ka unë me ma shumë, qikaq, ka me ma shumë, qikaq, s'ka ma shumë. Ja ka do një pjesë për gjumë, ja ka do një pjesë për namaz. Ko qysh agjeran ti, ka unë ditë për ditë, ja ka në zbatit për ditë. Ka në gjina 30 mujtë, ka në jo, inni le ëstëti, ka në me shumë, ka një kështu, dhe sa ka një ditë për një ditë ju. Do në 50% hanë, 50% gjinan. Ka në qikaq, ma shumë se shta. Kurani që po në hapë me qështu, ja ka në zbanë ashtu. Jo ditë për ditë, minimumi 30, në 30 nuk banë. Presh në Ramazan, po nësim ata që i bujmë ditë për ditë, kështë që kjo së krizë për njëve. Andaj, ja ka caktu regullat. Edhe e ka pranu këtë Abdullah ibn Amr ibn As. Po e ka pranu kur kërë i ri. Ka mujtë me në gjinu, ka mujtë folë natën. Se ka bo menë që plakët. Edhe kërë plak, edhe ka fillu më rëndu situata, së në gjinan ditë për një tjo, se u lodhë. Së ka më folë natën që shur falë, kërë i ri. Ama me lëshu s'ka dash me lëshu ka ose. Ja ku më do në besën pejgamberit thamë. E ka thonë, ja lejte një kabil të rukhsat e Rasulillah. Se te kësha pranu lesimin kërme e ke pejgamberit. A dhe të më dhëzë, ka një thur dikujt, nga përvoja. Nësë ja fort ka dole, se dhe tja jona, vinë ti bihet tërën kime patën, ja po. Edhe te kësha dit, kërmë dhe ke baba, kërmë dhe ke hoxha, po veç, buon të vëndë sene. A dhe i mërë nga njerëz me përvoj, nga njerë me dije. Nësë i mërë me eufori gjërën nga se ndronë situatë, jeta nuk dihet me çka ballafaqohesh, duhet me paranu gjithë situatë. Tani me ndruhe me lon kallaj është po. Shiko ky e u lodh. Ka qenë situatë e rëndë për ta, mos të shtyrë me agjëru, një ditë po një ditë jo. Ama thët ja këmë dhonë besën pejgamberit, që kjo disiplina, s'ka më tash, herë bënë kështë ja këmë dhonë. Pëse konë në file, pëse konë barqë, ama e këmë njësë në kam e lonë. Ndajte në vëzër, qështë ta Allah zënë, festekin kema umirt. Su në hudi ka thonë pejgamber sam, rrinë këtë hud qështë ka urnu Zotit të bardhër. Disiplin. Në kuptim të vazhdimësis. Edhe në kuptim të prioriteteve, që farzët mas pari, pas taj na filet, sunetet e kështë më radhë, po edhe në kuptim të vazhdimësis, nëse ki fillu një punë, mos e le mobë. Mos e le mobë. Cilësia mundet me leviz, përjetime nuk kënë që të më të njëjta. Këto vinë e shkojnë, du të me luftu për to. Por sasia, gjithmonë kujdesë për të, nga se sasia e mirimban cilësin. Kur s'ka sasi, s'ka mësjes me pas asë cilësi, apo? Nëse s'ka kvantitet, është bleme pas edhe kvalitet. Kur ka kvantitet, tani mrena kvantitetit, letë është me e përgjith edhe kvalitetet. Prandaj, të ndërëzër, duhet të bëjmë shprehi në vazhdimësi të adhurimit. Agjerimi kuna mëson këtë? Që ka fillon, pejë së fyrit, të një iftarët. është një vazhdimësi, për para, për shumë, kënë dvogël fëmija, dëshë me gjinu, që i thëshin, te ndrejk, balë, për fëmija te ndrejk me gjinu, edhe për shke, në gjeke që adi që i kanë gjinu, te ndrejk, te ndrejk, nuk në gjekë, po, e në tu fëmisa, ama njerës që dojnë me kërë obligimin, dojnë deri në fund, që shë thashtë, wallahi të ndërvëzëm, me prish momente para përdimi dilit, apo, prishin gjinive. Nuk gjithë, teri në fund do të me shumë. Andaj, me që punën teri në fund, me busim mas miri, dhe me vazhdu teri në fund Ramazanit, është një shprehi që në jep agjerimi, edhe në raport me adhurimet e tjera. Sikur së është lezimi Koranit, sadakaja, që ka do kofta. Ma mirë është diqka pak e që rrjedhë vazhdimisht, se diqka shumë e që shkputet. Ka thonë pejgamberi a.s. Habbul a'mali inda Allah, adwamuha wa in qall. Punët më të dashura tek Allahu janë të vazhdueshme edhe pse janë pak. Mësohu me bëu ditë për ditë, ama me qenë vazhdueshme. Gjithashtu ndërruazër, disiplina që e fitojmë gjatë agjerimit është edhe një lloj kontrolli mbi vetveten. Njerëzit fatkeqësisht në kohën e sasme si pasojë e epsheve, joshjeve, knasive të shumta, ka një çrregullim në kontrollin mbi vetveten. Shpeshherë, domthon do njerëz kontrollin kuptim e psharak. S'ka mundësi me kontrollu vetveten. S'ka forca të kontrollimit, nuk ka mundësi. Ti përsham me pas një kerb të mirë 2026 apo këtë full i mosht këtë që ka, mi po frejtë si punojnë atë. Atë krymë punë.
Nuk krymë punë, vëllë. Se ti mosh, po me nisë, po e se nalet ashtë. Edhe njerës, jo nisë në punë të moja, i kanë qilë të sene, po nuk kanë fremu në anë. Edhe kër ju ka qilë do njoja, o përzi burat me gra, ju në hapë punësit e epshit, apo? Këto i kanë bo, ama s'ka mënu po frena, nëse ndodhë që shkëna më frenu. E tani ju dalin skandalit e dosjet e lojshme, apo kujna, njerëzve me emna, me ndikim të madhë në botë, që ty qënë mesazh me kuptu, sa imi të sigurt, nëse që ta që i kanë punë dorë bojnë që kështu, apo? Nëse për shembull arrin një njeri që ka sa pasuri, sa ka pushtet, sa ka ndikim, arrin të shantazhohet përmes një gruaje. Ku i ka frend kjo? Ku e ka kontrollin kjo? Nëse ki mundësi me e qitë pe i kontrollet me një joshje, me një thirrje, me një provokim. Nërsa, shikone, Korani që fletë dukan Jusufi a.s. Çfarë provokimi ka pasur? Provokimi Jusufit ka dhënë dietarët është i veçantë. Rrethanat rënduese me një aspekt dhe lehtësuese për me ra në zina që i ka pasur Jusufi nuk përmbushin kot te kërkush dunjapër. I kanë përmend përmi se 15 rrethana që gjitha ato e kanë lehtësu rënje në zina te Jusufi a.s. Dikush mund të ketë një rrethon 2, 3, po jo 15. Këti ka pas, qelta. Edhe ka thonë, kella, korsa bëj këtë punë. Ka punu mirë freni atë. Kontrolli mirë, ka qenë i disiplinuar në bazë të udhëzimeve të besimit. Sa të përshëndesh është njëri falet të agjeron, mirë, po më bu me arë puna për shembull për një para me fitu kadritare jo kadera, apo? Pritan me thonë, vallaj, zbanë Sahara, më thëmë. Ata e se na e falë Zoti, që me bo borë tonë që shtu po bojnë, në ko? Ja, duhet me frenu borë, ata bojnë që s'kan frena. Ashtë të bëtën që ata pa frena me eca? Ne duhet me kontrolu vetë vetën. Tasha, pe kontrolu vetë vetën. Pe kontrolu dhe në qështet më të ndishme, pa ushime pa pije, që është halal në sens. Ama është trajnim për kontrolu me vetë vetën. Ama jo, qka të ofruat merre, qka të ofruat bëni, jo, muslimani i ka dhe ju, si ka këtë po, ka dhe ju njëtë në mesë, jo, zban, kella, asësi, kur nuk e bëj këtë, e ndalu më është, e ka ndalu Zoti, së është haku jam, nuk e bëj këtë punë kur, e kështë më ra. E të në vëzën, fatkeqësisht njerë po ju kontrola, edhe në raport edhe me një qëtën, në kuptim vllaznor. Apo, ka konflikte familjare, ka probleme familjare, që pasoj shkafet, e dominimi të epshit, e humbë kontrolin, e s'ka mësi me kontrolu vetë vetën në raport të vllaut vetë, në raport të motrës vetë, babës vetë, e kështë më radhë. Dhe Allah në arrujt. E agjerimi në ebë këtë kontrol. Na disciplinon që ta kontrollojmë vetë vetën, që të marrim na vendimarjen në duar tona. Jo tjetë vendimarjen në duar të e epshit. Djetarët ka përmendur një shembull shumë adekuat për çështjen e, për shembull, kush e ka në kontroll digën, pendën, është e rëndësishme për shpëtimin e njerëzve. Para për shembull të rrezon një digë me ujë shumë, apo? Edhe ka në kontroll në njëri i cili për shembull është shumë emocional. Nuk mënon me kokën e tij, po mënon me emocionet e tij. Ai është i kërkuar me lëshu digë nga pak për i ujtë arat, apo? Me rritë nivelin e ujtë, për me rritë ujtë, dijet kjo, digët pëse të shërbinit. Parnaj me thonë për shumë, gjuna për njerës, ta pak ujtë pjallë shaj, për shumë pak ma shumë do ujë, pëtën. Për shumë do ujë ma shumë, e të shumë ma shumë ujtë, që mana që poshtë? I me në të qafë njerës vëzë njëve. Do të me lëshu ujtë me kontrol, jo pa kontrol. Se nëse lëshon kej digën, e merë Kosovën, andaj aty të diga e epshit, e të digja vendimarjeve, do të me konë një rojtar i fuqishëm që punën në basë të udhëzimeve, jo në basë të tekeve, qefeve. Se me bojë me qilë digën, tani, buhet më zvetë. Shka thonë pejgamberi Alehi Sasam, me i palon njerëzit që ka pretendojnë, kishën me marë këtë fushës në alim, kur njerëzit? E jamja, kur së nalëm? Do të me konë një stop, jo, së është e jamja, Allah, nuk të konë mu. E këtë disiplin të vetë kontrolit, dhe të marës, vendimarës mbi epshin, që na me i marë vendimet, në basë të bindive tona, uzimeve tona, kush e kultivan?
Agjerimi. Dhe këtë adhurimet e tjera. Gjithashtu edhe që na duhet është edhe disiplina në raport me sjelljet tona. Domthon, nga njëri për shembull rën mirë. Ama mos më ngosni se tani zi çfarë bëj apo. Kur të ngucet, duhet me di çka bën, se jo kur të ngucet. Njëherë di, pa ta qëllu me një rast, një për djetarë dhe kemi pajtu një 2 vetë, e të ke falja. E të ke falja këtina. Si është situatë mja falë, nuk e rishka. Falja borë të ke. Më shane këtë dosje. Po adin që më ka bo. Të ke falja borë, të ke adin që më ka bo. 2-3. A i djetarë i tha, po mësë me ta pa bo që kjo, s'kështë pasë mi falë. Apo që mi falë? E tuk të ka bo për të më falja. Don disiplina kur shihet, o kur ka provokim, kur ka ngacmim, kur ka kërkesë, që më thon për shembull, njëri shumë i sjellshëm. I mshel të shtëpia, me kërkon së rrim, edhe kërkon se nguc. E s'ka kon me nguc. As ka shumë bo sabër. Sabri, sjellja, vlerat tua kur shihen? Kur dilsh në komunikacion, ka gjë shumë dal në shprehje disiplina e sjelljeve tua. Ajtë në vëzër, disiplina në sjellje nënkupton që të mbetesh unik në sjelljet tua pavarësisht provokimeve. Jo kaotik. Nëse flet mirë, unë e flas mirë. Nëse ma kthen, unë 10 fish ma keq e kthej. Kjo është kas, kjo s'ka rregull që e përcakton që mu sill. Jo, na të ndërlozur sillemi në bazë të vlerave tona, në bazë të kuptimeve tona, jo në bazë të sjelljeve të njerëzve. Jo, na kemi rregulla. Besimtar është ky, që na ka mësuar pejgamberi sa. Do na formsohemi në bazë të udhëzimeve, jo në bazë të sjelljeve të njerëzve. Që sillen njerëz me neve na ç'të bëjmë. Nëse sillen mirë, na bëjmë mirë. Nëse njerëz për shkak na provokojnë, kanë më pa me kanë puna tam. Kjo tani kush ta formson ty moralin? Sillen njerëz, jo bindjet e tua. Kështu më koni i disiplinuar. Dhe këtu agjërimi shumë bukur rregullon. Ç'ka thon vet pejgamberi sa hadithin kutsi. Për besimtarin, apo? Nëse e provokon dikush ose e shon çka thot, inni mru'un sa'id. Unë jam agjërueshëm. Ai që e kontrollon sjelljen time, disiplina ime përcaktohet mbi bazën e adhurimit tim, jo mbi bazën e provokimit tonë apo. Është punë e madhe. Andaj mund të rregullon agjërimi, jo sjellja jote apo. Na duhet disiplinë të nervozë gjithashtu edhe në ruajtjen e kohës, edhe shëlimin e kohës. Kemi një çështje kaotike vëllai në raport me kohën. Shkon koha, nuk din prioritete, nuk din sot çka ka më bën, nuk din për shembull kur ka më kryer një punë, nuk ka kurfar orientimin në kohë. Një orientim më tash më madh në kohë. Nëse Allah edhe tek ai të gjithë më ka folur për kohën apo e jamën ma'dudat, ditë të numëruara. Dita është kohë. E pse Allah i ka pranë ditë të numëruara tek agjërimi? Ta tregon se këto ditë shkojnë shpejt, organizohen mirë, përkushtohen mirë, kryj punë shpejt, se shka Ramazani, të në mësuj, hajri inshallah në matë kismet më mirë, ja. E jemi ma dudat, ditë numëruara. Andaj, bëjt i disiplinuar në ruajt në kohës, edhe në shudzimin e kohës. Kjo është prehi për mes agjerimit, të bëm pasaj të kujdeshëm në shudzimin e kohës, edhe në ruajt në kohës, edhe jashtë Ramazan. E shumë kimi nevoj. Sa na shkon të vëllezër vallaj kohë në rrjete sociale, asë rrenë, të ngu debate, lajme të ngu për shembull, shkon ka 3 orë, ka 4 orë, me po mi thonë, hajde ngoj një ders, ose hajde fali teravit, valla, pizgat në të xhamia. Pizgat në Allah në teravit. Ti jorë më falë, si jorë më gutë, si jorë më shku, si për gutë. Shumë njështë gutën, ose do që dalim as të 3 katëve. Nuk rënë me imamin të rinë fund. Ku shkon ai kur të kryjnë namazin? Shkon me Kur'ana? I falë të 3 katëve që ti s'ka xhamis pin kafa. Në që mohë të falë, thotë se i ka falë pejgamberi e teta. Ja, Allah, që ka falë të kur, Allah. Që ka falë pejgamberi të 3, Allah të kalëzët e që është i falë të tetë në erabë. Që do një, këmë thonë, do një jo këthejmë tetë në xhami, falëm tetë, bëjë që ka falë pejgamberi, Allah. Këni me lypë të një 33 mi jo falë. Se tetë s'tavan të një mi falë mo. Aisha, thotë, radiallane, ka arë pejgamberi ka falë 4 rekate. Thotë, la tesel, në husnihinne o tulihinne, mësë në vetë sa gatë, zdimet ka ndu sa gatë, edhe mësë në pëtë sa bukur u falë, a do në që shtu mi falë të jetër. A i falë 20 deri në fund me imamin, ka thonë pejgamberi Alisam, kush falët me imamin të rinë fund, i logarit si më falë të natë në laptën, kjo regull është, ruje kohën ma mirë, a përshë i falë 20,
e të gjithë si të natën. Kjo është shfrytëzim i kohës, i duhur, racional. Ne mos dilë para kohës, s'kemi me para kohë. Me dalë mas tjetër, dalë para kohës, e pa nevojshme. Kështu që, me rrujt kohën, me rëzu kohën, në vëzën që, pa dyshim në duhet. Prandaj të në vëzër, me ka shpëllu edhe me mësë në zgjati ma tepër, mësë në marrë kohë ma tepër, vlera e disiplinës është vlerë që besimtari gjithmonë duhet tjetë në përvecim e sipër. Në këtë fushë të jetës. Unë i përmend disa, sikurse referenca, vazhdimësia, stabiliteti, ruajtja dhe shfrytëzimi i kohës, sjelljet tua, ti je i disciplinuar sjelljet tua mbi bazë të kuptimit tuaj, mbi bazë të provokimit. E kështu më nga ato që i përmendëm, e ka shumë çka mund t'i përmendëm. Por e rëndësishme është të ndërlozur që agjerimi të ndikon. Agjerimi të kalojmë nga formaliteti në realitet, nga formaliteti në thelb, në bazë, në esencë të ndikimit e të ndryshimit përmes agjerimit. Në fushat shumë të tjetës, në veçanti në disiplinim, ku e marrim kontrollin na mbi veten tonë dhe e menaxhojmë dhe organizojmë jetën tonë mbi bazën e kuptimeve tona, bindjeve tona, jo mbi bazën e tekeve, epsheve, kërkesave materialiste të shpirtit, të epshit apo të ofertave të jashtme. Kështu garantojmë një avancim të vazhdueshëm. Kështu garantojmë një përmirësim të vazhdueshëm deri në takim me Allahun te barekuta. Nëse Allah xhallahu që Allahu të na përmirëson zemrat tona. Nëse Allah xhallahu që Allahu xhallahu ala të mundson që t'i kryjmë adhurimin me përkushtim dhe të kalojmë nivelin e zbatimit mbi nivelin e shkojmë atë tek niveli i ndikimit, e ndryshimit, e i përjetimit përmes adhurimeve e lëshimit eventuale. Allahu na i falë mëkatet dhe na përmirëson gjendjen. Edhe njëre kryetarin nderuar, imam, gjithë ju falënderit shumë, Zoti shpërbleft. Allah na takojë mira, agjerim të pranuar, iftar të këndshëm. Zoti ju dhashtë rahati e paqen, mirësi e dashnin familjet e juaja kudo që jeni. Allah na ruaj vendin ton, popullin ton. Allah na uzoft në rrugën e drejtë e na ruaj Allah nga çdo ligësi, nga çdo e keqe i keq, nga çdo kurth që mund të thuret kundër neve, familjeve tona, rinisë tonë. Zoti na ruaj prej sherrit atyre që i bëjmë këto kurthe dhe nga sherrri në kurtheve. Allah na i bashkojë zemrat, na shtoft dashninë, respektin e u takofshin për të mirë gjithmonë. Selam aleikum wa rahmatullah.